أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. Falendrimet janë për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se ai Zoti i vetëm që meriton ibadetin. Lutë Allahun Azhjal që të na bëjë sinqert, në fal mëkatet, në udhëzojë rrugën e drejtë, na përmirësoj veprat tona, ya Rabb. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, ja, siç po e shefni, i erdhi fundi këtij muaji të bekuar të Ramazanit, e sot neve së bashku e falim Taravin në Mram. Nuk është për më çudit kjo gjë, për faktin se Allahu na ka treguar në Kur'an duke thënë ejame ma'dudat, këto janë net të numruara. Pasha Allahin nuk ka Ramazan që kur vjen fundi e neve mos më na ardh keq për vetës tonë, për mangësit, për mosdhënien e hakut sa duhet këtij dini, këtij muaji, këtij ibadeti, edhe kësaj sezone. Por gjithsesi, sikur mos ishte rahmeti Allahut pak me na flladit zemrën, ndoshta do të duhej të fillonim me qa, po me qa me za, ku për neve që erdhi dhe shkoi kjo sezon e adhurimeve, sezon e parezistueshme, e neve ndoshta nuk e shfrytzuam sa duhet. O Allah, na fal për mangësit, na fal për dobësin, na fal për gafletin apo për gjumjen që e kemi apo që e kemi pas gjatë këtij muaji. Na fal për ato momente kur venim në Taravi edhe e këqyrnim orën kur po e kryjt imami ma shpejt namazin. Na fal për ato momente kur shifnim apo hulumtanim cilla xhami falet ma shpejt e me shku me fal Taravin. Na fal për ato momente kur e linim namazin në emër të pasimit sunetit, për thjesht mranda thellë në zemrën tonë dikun ekzistonte një dëshirë ma shpejt me kry namazin e me dal me pi kafe. Na fal për mos seriozitetin ton gjatë leximit Kuranit, gjatë sadakas, gjatë ibadeteve të ndryshme. Andaj, sikur mos ishte kjo shpresë të Allahu dhe mëshira e Zotit se ka me na kaplu me rahmetin e vet, vërtet do të duhej të qanim nga mërzia që po shkon ky muaj. Por le të jetë mësim ikja këtij muaji, le të jetë mësim për neve se kështu që është iki një muaj, ike edhe një vit, ikin edhe 10 vite, bashkë me të ike edhe jeta apo ymri jonë. Tash me të pyet diçka, me të thonë, a mundesh me kthy edhe një herë Ramazanin qëton që shkoj? Padyshim që ti nuk ke mundësi me kthy prapë, as unë, as kush. Sepse çdo gjë që është kry, s'ka kthim mrapa. E kjo le të jetë një argument se ose do ta shfrytëzojmë jetën ose bashkë me ta do të vdesim edhe na. Një mësim i vogël vjetor që ta bën Allahu xhaleshanuhu refresh imanin, me e ripozicionu vetveten, me i rishiku rrethanat e tua se a janë në favor apo në disfavor tëndin. Ky ishte edhe halli i sahabëve, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku Abdullah bin Mas'udi thoshte, a ditë që nuk kam përfitu kur gja për botën mas vdekjes, a ditë e konsideroj humbje për mu, mërzitëm. Pse i than? Po tha për faktin se unë po plakem, ymri po shkon, e unë së përfitova asgjë. Domethënë ti kur nuk përfiton kur gjë, një ditë, ti nuk ke që aty në pikën 0. Ti në fakt ke shku minus, se ymri u harxhu. A nuk ke fitu kur gjë? A ki mu pyet në ditë kiametit për çat ditë? Ki mu pyet. Po ashtu edhe transmetohet nga Ali radiallahu anhu, i cili ka thonë, ku janë ata cilët e shfrytzuan Ramazanin, shkoj t'i përgëzoj,
Edhe ku janë ata cilët nuk e shfrytzuan Ramazanin, shkoj dhe t'i ngushlloj. T'i ngushlloj. Ata që se kanë shfrytzuar Ramazanin mi thonë Zotit lashnash, mos u mërzit. Ku për ty? E pata shansë nuk e shfrytëzove. Thot ajo fjala popullore, edhe pse në shikimin e jashtëm nuk është shumë e duhur, por kish pas thonë një plak. Tha, bravo për ata i cili e agjeroj Ramazanin. Ama bravo, tha, dhe për ata që se agjeroj Ramazanin. Pse? Tha, qaj që agjeroj, halal i koft. Ama qaj që se agjeroj të pas mundësi me agjeru, që ditëm, tha, që shka mujt me reziku, ka që Allahit mi bo Zotit gjëna. Bravo i koft. Sa i për një me budali madh është. Me sfidu Zotin, të pas mundësi, jemi të falë të pas mundësi, me sfidu Allahun Gjaleshanu, me pas guxim me i dalë Allahut, krijuesit të gjithësisë, mbretit e mbretërve, Zotit të ditës së kiametit, me pas guxim, bravo. Bravo që po mund është, bravo. Ama ki me pa në ditë kiametit. Se ti përmendon që bravo, jam të arrej shpinën për mirë. Jo, absolut jo. Ku për ty që shpa bjen vetën që të pozit. Ati që të rritët menja dhe mendon që ka bona unë zbani kërkush, hajtë kena me pa. Se Allahu Gjaleshanu ka thonë në Kur'an, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Kush do në letë besan? وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Kush do e mos besan? Kliri ki. Ndash agjera, ndash mos agjera. Ndash besan, ndash mos beso. Ama ki me pa. Kur dalim para Allahut të zbjell, ki me pa trimnin edhe burnin tane me cilën ti për krenohesh me sfidu krijuesin e gjithësisë. Ta shojmë masëne. Kush e ka mirë, kush është ai trimi e vërtet. Çka do që ban në botë? Me Allahun Gjalesha nuk ban me ushty. Me Zotin nuk ban me sfidu. Allahun nuk ban me sfidu. Andaj, duke ardhur fundi i Ramazanit, e kemi edhe një obligim kush s'ka mujt me kry, ajo është dhania sadakatul fitrit. Dhania sadakatul fitrit. Të nderuar vëllezër, kush si ka dhënë vitrat, shpejtoni në dhënien e vitrave. Ka kohë deri në namaz Bajramit. Sot, nesër, deri mas nesër namaz të Bajramit. Mos e lëni agjërimin juaj as në tokë as në qiell, sepse në agjërim na kemi mangësi padyshim. Kena mujt në mangësi me pas, atëherë çka më bë? Përmes vitrave Allahu Gjaleshanu ato gabimet eventuale që kena mujt mi pas, na i përmirëson. Ashtu sikur se fëmia që qëndron kur lind fëmia që si prejet kurbani akika mes tokës edhe qiellit, domethënë në mënyrë alegorike, sa e fëmia në tokë është në ndjep, por është për qëllim mes tokës edhe qiellit në falëndrim ndaj Zotit, qashtu edhe vitrat e ngritin Ramazanin nuk e lën as në tokë as në qiell. Plotësohet ajo mangësia jote, bëhet tamam agjërimi, edhe shkon shpërblimi. Shpërblimi apo vitrat janë ndihmë për fukarat, ndihmë për të ngratët, ndihmë për ata të cilët s'kan ushqimin e Bajramit. Ne kemi dy zeqate, dy lloj sadakash. Zeqatin i mallit i kemi edhe vitrat. Zekatul fitr ose sadakatul fitr, sadakaja e vitrave ose zeqati i vitrave, njëjtë, s'ka problem. Me rëndësi vitrat, i kuptojmë cilat janë. Zeqatin bën me dhënë atij personit i cili me parët e tua, me zeqatin tanë, mund me shty një vjet me hongër me pi, me fëmijët e vet, me familjen. Domethënë i ka kushtet, por nuk i ka shumë të mira. Ti ja dhon zeqatin tanë, 500 euro, 1000 euro, sa i ki, ai mundet me e shty një vjet. A vitrat, ma e sakta, do të më dhon dikuj i cili nuk e ka sillën e Bajramit, i cili nuk e ka ushqimin e Bajramit. Por
Është një pyetje edhe një problematik tjetër. Në vendin tonë, a ka çati niveli apo jo? Unë nuk e di, por mu më anon mendja se s'ka. Mu më anon mendja. Pse po thëmë, po e lani derë qelë, që mos me pa dikush këtë inqizim edhe me thonë, ja, pse po folish ti pa dije, unë e di dikush që s'ka. Okej, paska. Një person ose dy në kretë Kosovën. Po mund t'janë edhe 10 ndoshta. Prandaj, mos e humbni kuptimin e sadakatul fitrit, të vitrave. Nuk janë vitrat për me bo pasonik dikan. Vitrat janë ditët e bajramit, ditën e parë, 2, 3, familja ti, fëmijët e ti, me pas, me qka mu gëzu, edhe mos me dalë me lypë, edhe mos me ndjek gëzim të bajramit, për shkak të fukarallëkut. Edhe ata pak mu përzi me pjesën tjetër të shoqërisë. Kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka vepru, e ka qitë në praktik meselën e vitrave. Njerëzit mos me dalë të xhamia ditën e bajramit dhe me lyp, po me pas ushqim bile për qatë ditë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka nxjerr vitrat në ushqim. Në ushqim. Miell, grur, kallamaç, misër, i ka nxjerr orez, hurma, edhe ushqime të kësaj natyre. Pastaj ulemat kanë diskutuar rreth asaj sa bën mi dhon para apo jo, është mesele e gjanë, nuk po duhet që me i qit vul kësaj mesele, se nuk është tema e nivelit të lartë që më u fol pak më rand, por rrim aty sa për xhamatin me kuptuar dhe ata që ndëgjojnë për media. Neve themi se ajo është origjinë dhe është më mirë nxjerrja në ushqim. Nuk ka dyshim kjo. Por pastaj për X arsye, neve ndoshta na imponohen që me i dhonë edhe para, edhe pse në kohë të pejgamberit alayhis salatu wasalam ka pas pare, por nuk janë kon domethënë materiali kryesor me të cilën njerëzit, zakonisht gjërat kryesore janë kon me mall. Ky jep miell, ai jep hurma, ky jep domolla, që ashtu i kanë ndru. Parja ka qenë si me thonë dorës dytë, por gjithsesi ka pas edhe pare. Në medhebin e Imam Ebu Hanifës e lejojnë dhënien e vitrave edhe me tholla, por neve themi, nëse jepni dikun jashta institucionit Bashkisë Islame, atëherë është mirë që me akuzuat i zotërisë nëse që më koni besueshëm, edhe më thonë, po t'ja parët, po me çto parët lutëm, blej ushqim për fëmijët. Më koni besueshëm që nuk ta keq përdor. Spaku në bazë asaj ti që e din. Pastaj nëse dyshon se ai meriton vitrat apo jo, ndoshta më u drejtu në vendet adekuate ku janë zyrtare. Po tham Bashkia Islame për arsye se nuk po duam të hyjnë hak as institucionit, po as me mendu se na po flasim se jemi të detyruar për institucionit. Wallahi, billahi dhe tallahi. Kush nuk më ka obligu me fol, pse jam imam këtë xhami edhe tash unë me thonë çanin Bashkia Islame. Wallahi jo. Nëse gjeni fukara i cili e meriton mi adhan vitrat, ushqim, që janë, mos i qanin Bashkia Islame, po e thonë para kamerës. Ama nëse nuk gjeni, qasi, fukara, që s'ka buk për bajram, mos i qani çdo kun. Mos i qani që fëmijët e tyne me ble pasaj telefona ku e diçka ose lukse, që ndoshta as fëmijët e tu si kanë. Nuk është qëllimi mja bo qefin kërkuj. Gjithkush edhe po mundohen njerëzit me ul pozitën e institucionit. Mos pranoni. Mos pranoni. Vani më mirë që përgjegjësia të kalon ty është te institucioni. Kalon pej teje del në institucion përgjegjësia. Shpifjet kanë bo, kanë vjedh, kanë bo. Letiman mashtruesit edhe shpifësit mbi kokat edhe qafat e tyre në dunja dhe në ahiret. Në dunja dhe në ahiret. E përmen edhe në gjuma dhe po e përsëris. Keni kujdes, po shka pyeti interesohet çdo sen ta detalizojnë, ta kallëzojnë ku, çka, çysh ka shku, ku ka shku parja jote. Unë vetëm kon medrese, e marr men kur kam met një herë medresja, këto nuk e din 99.9%, por kur kam met pa ushqim një herë medresja, na jemi kon talebe. Edhe na bike një qytetar, Allah është përbleft, me pagesë normal, po me një pagesë simbolike,
Çka i që ndje që bapat e qoftët edhe buka ftoft, na bike gati fal. Pastaj u bani kërkes tek qytetarët për me inimu medresës, edhe kemi pas një revist besimi, ka pas në vazhdan e njerë apo dy herë në vit me u botu prej medresës Prizrenit, prej në atë kohë, edhe në faqen e fundit i qitën kush ka ndihmu. Kur nuk harroj njoni ka qenë i qytetit, tash me qëllim nuk po përmende memra, i cili i pari ishte aty në listë që kishte dhënë edhe pare, po edhe ushqime. Pastaj i dyti njoni i zhurit, një haxhi rahmetullahi alej ka vdek, lësë Allah në gjelë që në këtë natë ta mshiraj për ndihmën që e ka ba, ai ka qenë i dyti që, do më thonë, me marka, me mia marka dhe me ushqime, me pastaj ulshun rafshi këtu i podrimës me ushqime që i prodhojnë ata vetë, pasole, kompira, sane. Na, si nxansa, u gëzoshmi në atë kohë që për japin medresës me hangër na një drekë. E pastaj prej qastyne ndihmave, ka ndalë hoxalar, të mirët këqë, që ta që jemi. Prandaj, dikush dënë që institucioni më udopsu, ju mos pranoni një gjatë tillë. Se kjo është e inskenume, e orkestrume, e planifikume. Mos pranoni. Wallahi thash, para Allahut janë kur kush, as më ka dhënë me fol, as më ka dhënë presion, as kur gjë. Por çështu e kam nga imani. Qatë pak iman, Allahu e di zemrën, as ka obligu, as marr kurrar poena, as kur gjë për këtë fjalë që tham, por e kam obligim para Allahut me përmend këtë fjalë. Prandaj talebët që janë medrese, ju i ndihmani. Mirë keq, janë më të mirë se sa kretë, nëse çdo që i vëmë një pikpyetje ose vrejtje individëve. Institucioni është më i miri për këtë institucioneve që i ka ky vend. Allah na falë të na përmirësoft. Allah na e pranoft edhe ibadetet tona ya Rabbil Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.